96 e këte janë 30 vjeç tani. Po, pra, po. E kupton? Dhe Gen Z nuk është vetëm Shqipëri që ka ndodhur. I ke në Nepal, Po. ke pasur në Kenja, ke pas në Afrikë, ke pas në Azi, gjithë të lëvizje. Në fakt në vendet shumë konsoliduara, se kur i përmend fakt nuk është unë kur i shoh nuk është se jam thua jam shumë i kënaqur që nga këto revolucione, se revolucioni zakonisht jo dua të them që nuk është se janë bërë në vende me kulturë demokratike, sepse ne nuk e kuptojmë. Gen Z janë ajo gjeneratë e cila ka nisur, pra është mësuar me celular që e vogël. Dhe ne kur themi si organizohen ata atje, ata organizohen sepse ata e kanë celularin si zgjatim natyral të trupit. Nuk janë si ne. Janë ndryshe. Dhe nuk është vetëm këtu ky problemi i gjeneratës Z. Është në gjithë botën. Që është problem që vjen nga kushtet ekonomike në të cilat këta përplasen. Janë një gjeneratë e cila kanë filluar të dalin në tregun e punës kur ndodhi pandemia. Dhe ajo pandemi që goditi gjithë botën e këto tjerët, ja vështirësoi kushtet dhe atyre që ishin të përgatitur. Dhe për më tepër, kjo gjenerat është një gjenerat e cila po gjen një hendek të madh midis shtrëngtimit të madh që po ndodh në botë, inflacioni e këto tjerët, dhe mundësive që kanë për të gjetur punë. Është gjenerata që ka papunësi më të madhe. Okej, pra ky është revolucioni i tyre po thua. Dhe janë të frustruar. Ata njerëz janë aty. Që janë aty. Mos kujtoni se vetëm duhet të ndërhyj pak, se pak nga informacionet që kemi aty ka shumë përfaqësues OJF-sh në Shqipëri, që ne e dimë OJF-t kryesisht janë të paguar në Shqipëri. Çdo njeri do Jo në rregull, po mos ta marrim sikur janë vetëm gjenerata Z. Vetëm këta. Por 99% e turmës, se në qoftë se janë 10.000 veta, nuk janë 9.000 OJF dhe 1.000 djetërin që kanë dalë. Apo jo? Ne i dimë se janë OJF në Shqipëri, i njohën dhe personazhet, dhe mund të jenë 10, 15, 20, ja dhe 100, po nuk janë 9.900 tjerët. O, Endri, po kemi shansë të kemi sinqert të debat. Po them për këtë, se nuk të ndërpreva, prit, të mbaroj, pastaj. Pra, ideja është që ata që janë aty, janë një gjenerat tjetër që janë ndryshme. Janë ndryshme. Dhe kanë problematikat e tyre. Dhe janë të frustruar me kushtet kur ne i kemi quar. Ne. Sepse i kemi quar në një shkollë që si mëson asgjë gjë. PISA, nuk është PISA, ne kemi rënë rezultatet në PISA. Shqyqër zotit, goca ime po mëson shkollë të mbaruar mirë këto... Goca jote nuk është 99% e atyre që janë testuar për PISA. Dhe kur vjen, po, tani, mos bëj shumë, sepse bën voice over, bërë. Se urej populizm. Unë nuk ti ishe më keq se populizm, po nuk fola, për respekt, kështu që... Okej, vetëm të lutem Endri, mos hapim në gjitha fushat. Dhe e kam fjalën këtu. Është një gjeneratë e cila ne nuk e kemi përgatitur për tregun e punës, sepse e kemi bërë ignorante. Rezultatet e PISA-s e tregojnë. Është një gjeneratë e cila gjendet gjenerata, Genixi, Gen Z-ja se është në këtë. Ignorante. Jo, nuk e kemi përgatitur ne për tregun e punës. Po është ignorante. Sa po the? Nuk thash është ignorante në total, është ignorante për tregun e punës sepse ne e kemi nxjerrë ne ignorante. Po pra, atëherë kush nxorrin protest, pra kjo është pyetja. Dhe e kemi nxjerrë ignorante sepse me atë që i kemi bërë sistemit shkollor, ata nuk e kemi përgatitur për këtë sfidë që po vjen, në të cilën inteligjenca artificiale ka për të zëvendësuar një pjesë të mirë të atyre. Okej, mirë. Dhe këta njerëz, për pritjen se fola... Jo, të lutem Endri, i keni folë gjithë nga 10 minuta, kështu që në... Jo, nuk kam folur në 10 minuta, këta kam folur në çerek. Tekstualisht, okej, ke folur 8, jo 10, po 8. Tani, edhe Çoçoli ka folur shumë pak, kështu që përfundoj dhe do të racionalizoj pak kohën për gjithë. Vetëm që jam ndërprerën ajo. Po. S'kam ndërprerën. Vazhdo, të lutem. Atëherë, ajo që dalin aty, patjetër që ka çdo element, çdo aktor që është politik ose jo politik, mundohet të përfitojë nga situata. Mundohet të përfitojë Greqia, duke nxjerrë kartën e minoritetit, që nesër pas nesër të kërkojë një shkëmbim Shqipërisë në rrugën drejt BE-s, pra duke përmendur çfarë keni bërë juve atyre Zvërnesit, mundohet të përfitojë, po themi Irani për të bërë marketingun e vet, mundohet përfitoj media botërore për t'i rënë Trumpit, e kupton? Mundohet përfitoj ndonjë parti politike që shkon aty.
për kredo politike, mundohet një shoqat që shkon atje, janë këto që po shfrytëzojnë protestën, jo po është një do të marri fonde sepse është pra kuptohet që ka të tillë, por thelbi i asaj nuk dalin kot njerëzit për 11 ditë rresht. Dhe nuk dalin kot të rinë. Kjo është ndryshe nga çdo protestë. Okej, Ardit